Giorgio, për cili se dal tapini një duar. Io non capisco che c'è, ma io që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesin një dëshmor. Prej lufteve që ai largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesin një dëshmor. Kemi dëgjuar intonimin e himnit ton kombëtar nga tenori i njohur Shkurlan Tolej për të kujtuar një figurë, një emblem historike dhe kulturore. Jemi këtu të gjithë së bashku. Ai ishte një filozof, teolog, ishte një shkrimtar, një misionar, ishte një rilindas i cili i parapriu rilindjes son të madhe kombëtare. Në fakt, ai ishte një dishepull, ai ishte një Skënderbej i kohës së barokut të shekullit të 17. Mirë se keni ardhur në manifestimin e tretë me radhë gjurmeve të rrënjëve tona. Zonja dhe zotëri, Misioni Katolik Shqiptar dhe Shoqata Humanitare Nën Tereza këtu në Zvicër, jemi në vazhdimsi të organizimeve me tema nga më të ndryshme, për të sjellë në rikujtesë dhe në hulumtim ngjarje dhe personalitete që kanë bërë kthesa të mëdha dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë shqiptare. Po ashtu jemi në shërbim të humanizmit, sikur na mësoi nëna jonë shqiptare Nën Tereza dhe siç vepruan misionarët që për të ruajtur gjenezen krijuan lutjen në gjuhën shqipe në Mërgat. Janë 3 parime eksistenciale për ta ruajtur gjenezen, duke ruajtur trinin e shenjtë armënore, jeta, dhurat nga Krijuesi për të ndriçuar kudo që ndodhemi, familja, rrënja që na lidh me jetën dhe me njëri tjetrin, adheu, vendi ku jeta, familja dhe e ardhmja bëhen një. Ne shqiptarët, identitetin kulturor dhe historik e konfigurojmë në bazë të burimeve të lashta, por duke e shkruar një pjesë mirë të historisë në rrethana të reja. Këtë po e bëjnë sot edhe shumë gjërmues tanë, ose duke risjell realitetin e mëhershëm, ose përmes bulimeve krejt më ndryshme të asaj që na i kanë servuar të tjerët. Këtë e kanë bërë dhe vazhdojnë ta bëjnë edhe shumë figura të letrave shqipe dhe shumë humanist, sikur e kishim të fundit Shën Nën Terezën. E duke shpalosur historinë, po ndriçohet edhe personaliteti shpirtënor, intelektual dhe kombëtar i Pjetër Bogdanit. Pushtuesit nuk i lanë vend as për eshtra, ndërsa sot po i ngriten monumente për ta korrigjuar edhe vetveten, pasi që pushtuesit atë detyrë kishin të na shkatërrojnë krejt çka mbante ngjallë ekzistencën tonë. Pjetër Bogdani është tipik shqiptar. Pse? Sepse ndër të parë ka shkruar në gjuhën shqipe, që thot vazhdimisht në Qetën e Profetëve në gjuhën arbreshe, po ju shkruaj arbresht. Çka është më rëndësi të vepra Bogdanit? Thot, me mundit madh po e shkruaj këtë vepër.
sepse për herë të parë në histori, një vepër shkruhet filozofike dhe teologjike në gjuhën shqipe me kuptuar edhe popujt e tjerë. Pra dhe atëherë kemi pas vepra italisht, shqip, gjunat greqisht e tjerë me kuptu popujt e tjerë, tash e kemi një vepër në gjuhën shqipe me kuptu popujt e botës. Dhe vepra shkruhet në gjuhën shqipe, ndërsa përkthehet në gjuhën italiane që të tjerë me kuptu çka ka shkruar një filozof edhe një teolog i asaj kohe. Në shkrimet e tija, Bogdani thot, më ka ndihmu shumë në fjalë plaka. Nuk thot fjalë të vjetra, shumë fjalë plaka. Thot, agja jem, ungji jem, Andrej Bogdani. Sepse ai e ka njoftë edhe më mirë Shqipen e bukur e të pastër. Kuptone se, thot Bogdani, ka nis gjuha, gluha, jon me u farfnue. E me marë prej popujve tjerë fjalë. Edhe, thot këte po e shkruj, që ju ta runi gjuhën tuaj dhe ta kultivoni e ta kuptoni çështjen e Zotit e të natyrës në gjuhën tuaj arabisht. Pra, këto janë citate parafrasisht të qetës së profetëve. Çfarë ka qenë gjendja në atë kohë? Gjendja ka qenë e tmerrshme. Ishte koha turkut. Turku ka bë kërdi. Po jo vetëm turku, pa dhe shqiptarët e turqizuar, muslimanë që ishin bë. Kohën e Bogdanit. Këtë kisha që ishin atë vend, i kishin marrë, i kishin bë xhamia. Kisha Lezhës, bë xhami. Kisha Shkodrës, bë xhami. Kisha Prishtinës, bë xhami. Gjitha janë bë xhamia. Edhe ky thot, shkruan, thot janë ka rrinë në shtëpi me qira. Dikun, sepse nuk ishte kish. Lezhës ka pas kish, po se kanë nënë rahat as të shtëpi me qira. E kanë përndjek disa herë. Edhe thot, në këto përndjekje si, pra thotë më ka hup një gramatik që e ka shkruar thot agja jam Andrej Bogdani, në treti sikur kripa në ujë. Pra ka qenë i përndjekur vazhdimisht. Në atë gjendje, që duhet me kuptu mirë, ishte ndalume edhe gjuha edhe shkollimi. Kishte fillu me ra numri i meshtarve, i priftave. Edhe ata prifta që kishin net vjetër edhe nuk kishin çka me lexu. Ky donte me shkruan një libër që secili prift më mujt me lexu atë, sepse libri i tij Qeta Profete është enciklopedi. Kinte gjithçka, prej filozofisë, gjitha gjanat, edhe mund është me mësu besimin e krishterë komplet pikë për pikë prej Qetës së Profetit. Tjetër. Në kohën e Bogdanit, kë shkruan vazhdimisht në relacionet e tij. Thot, këtë ditë ma vran këtë prift. Këtë ditë ma vran këtë prift. Këtë ditë kanë të më vran mu. Këtë ditë i ka unë, këtë ditë u ndodhe kjo, këtë ditë u ndiq agja, në këtë ditë, thot, pasha i Prizrenit, unë ka gjvesh zakuriq, më ka shetit në për Prizren. Ishte premtja modhe. Thot, por falime në Zotit, thot, po i përgjaj Krishtit, si kur ai ka ecë lakuriq rrugëve të Jerusalemit. Pjetër Bogdani ishte i peshkën, pra një apostoll i Krishtit dhe i popullit e tij i kishës. Një patriot i vërtet, një studiues i mirëfillt i letërsisë shqipe, një njohës i shpirtit shqiptar, një humanist i madh dhe një martir i veçantë në kuptimin më të plotë të fjalës. Ai ishte ndër të parët që kuptoi se forca e një populli matet me fisnikrin e gjuhës së tij, thellësinë e kulturës së tij intelektuale dhe pasurinë e tij shpirtërore. Një pasurim i kësaj është kryevepra e tij Qeta e Profetëve, e cila si që dëgjuam nga folësit, nuk është thjesht një vepër teologjike ose doktrinare, por një akt përgjithësie të jashtëzakonshme kombëtare. Një gest me të cilin ai kërkoi t'u jepte shqiptarëve një zënd, një strukturë dhe një trashëgimi gjuhësisht të dallueshme dhe letrarisht të pjekur.
Po dua të them që Bogdani nuk është i madh për historiografinë shqiptare, vetëm se ka qenë i madh edhe në fushën fetare, sepse ai dha një kontribut i jashtëzakonshëm dhe duke qenë një nga njerëzit më të shkolluar të kohës, dhe duhet të kemi parasysh një gjë, që dia në atë kohë ishte lidhur pikërisht me kishën, me etrit e kishës, për arsye sepse ato ishin njerëzit më të shkolluar që kishte shoqëria në atë kohë. Kështu që dhe Bogdani, duke qenë se u shkollua dhe nuk është se merrni vetëm mësime fetare, ato merrni mësime filozofike, etike, morale, historike, gjuhësore, pra nuk ishin njerëz të thjesht, ishin enciklopedi. Edhe Bogdani i përket pikërisht atyre njerëzve të historisë së Shqipërisë që janë një enciklopedi apo janë një institucion të cilët meritojnë respektin tonë më të madh. Nga pikpamja, jo vetëm nga pikpamja historike, por edhe nga pikpamja e vlerësimit të tyre politik. Atëherë, çfarë do të përmendja? Duhet të kemi parasysh një gjë, që përveç se në anën fetare unë doja të thoja që ka qenë një figurë e rëndësishme sepse u shkollua në kolegjin Ilirik të Loretos dhe ka shërbyer si fakultar në Pult dhe më vonë pasandaj ka studiuar në kolegjin Propaganda Fide të Romës, ku ka qenë një nga shkollat më elitare të asaj kohe, ndoshta ka qenë një universitet edhe ishte i tillë. U emërua peshkop në Shkodër për 21 vjet. Më pas Bogdani ka qenë 35 i peshk i Shkodrës, sipas një kronologjie që jep Ilirikum Sakrum. Ai u emërua administrator i krye peshkopatës së Tivarit, Antivarit, dhe më vonë në 1677 ai pasoi xhaxhain e tij si krye peshkop në Shkup. Duhet kemi parasysh një gjë që ai ka pasur një konflikt shumë të madh me Perandorinë Osmane dhe shpesh shkonte në drejtim të perëndimit dhe do të flasim pak më poshtë edhe për një kryengritje të cilën ka marrë pjesë aktive dhe që ka qenë në bashkëpunim në atë kohë me Perandorinë Austriake, për arsye sepse Perandoria Austriake kishte kultus protektoratin në Shqipëri. Kjo do thotë që kishte marrë në mbrojtje pikërisht komunitetin katolik shqiptar dhe këtë kishte bërë marrëveshje që kishte nënshkruar me Perandorinë Osmane. Dhe duhet kemi parasysh këtë që komuniteti katolik ishte në mbrojtjen austriake dhe komuniteti ortodoks më pas vjen në mbrojtjen ruse dhe prandaj ne kemi humbur ortodoksit dhe komuniteti musliman ishte pikërisht në mbrojtjen e kalifatit të asaj kohe të sultanit. Kështu që për këtë arsye këto tre komunitete kishin specifikat e veta dhe në këtë rast do ta drejtojmë Bogdanin për nga ky këndvështrim. Atëherë tek Bogdani, unë dua të ndahem tek fakti që ai përdor termin Maqedon për identifikimin e vet. Ky term është kaq i keq kuptuar, ndoshta edhe qëllimisht, ndoshta edhe njerëzit nuk e njohin, saqë thonë që pse thot Bogdani për veten e vet që unë jam Maqedon. Për mua, deklarata e tij unë jam Maqedon është një deklaratë historike me një rëndësi të jashtëzakonshme kombëtare, që pak ne si historian që njohim atë periudhë dhe njohim kohën, e dim dhe dua ta sqaroj dhe për ju pse ka rëndësi dhe prandaj po e marr nga pikpamja historike. Duhet kemi parasysh një gjë, që shqiptarët në shekullin e 15, 16, 17 quhen nga gjithë bota me disa emra: Arbër, Epirot dhe Maqedon. Madje ky term ishte që kur thoje Maqedonia kishte thënë Shqipëria, kur thoje Epiri, madje Epir quhet edhe Kosova. Dhe kur thuhesh gjuha epirote, nënkuptoi gjuha shqipe deri madje edhe në Bosnjë. Kështu që dua të them që këto janë disa terma historik, të cilët janë të lidhur me kombin ton dhe me historinë ton, dhe fakti që këto sulmohet pikërisht autoktonia jon, sepse po të referohemi Maqedonisë antike, duhet kemi parasysh një gjë. Maqedonia e Aleksandrit të Madh ishte një Maqedoni që përbëhej nga fiset ilire dhe ka qenë shtet, por nga përbërja etnike ishin pikërisht tëtanët nga prejardhja. Nëse flasim për Aleksandrin e Madh të Maqedonisë, të cilën unë sapo e kam nxjerrë dhe ka pas fatin që të sjell disa libra këtu me ju, Aleksandri i Madh kishte maman nga Epiri, Mirtalen, babane kishte, mamane kishte Tosk, babane kishte Geg. Aleksandri i Madh mbahet sot si nga burrat më të mëdhenj të këtij planeti, por që ishte një kombinim i shkëlqyer Gegotosk dhe për këtë ne kemi folur shumë pak, përveç se kemi vënë monedhës lekun, por nuk e kemi trajtuar, ne ja kemi lënë historinë tonë tjerëve. Dhe termi Maqedoni ka shumë rëndësi. Për shembull, unë dua t'u them vetëm disa pika, pse ka rëndësi.
Bogdani, kur flet për lekën e madh dhe kur bën një kronologji në librin e tij Jetët e shekullit, ai saktëson gjithashtu se në vitin 3623, sa to marrin historinë biblike, leka i madh prej Petrele ndarni zu fill monarkun e vet ndërma tjet, përdora të gjuna asaj kohe. Dhe çfarë do të thotë kjo? Ai thotë që leka i madh ka lindur në Petrel, e thot Bogdani, për Aleksandrin, po e thot më përpara dhe Frank Bardhi. Janë të dy historianët mesjetar, për mua, se Bogdani për mua ishte historian, të cilët na japin një të dhënë të jashtëzakonshme për qytetin e lindjes së Aleksandrit Madh. See